Në një atmosferë të ngrohtë kulturore është prezantuar libri Atje ku dielli lind dy herë, Saga e Gorës, me autor shkrimtarin Namik Dokle. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të 80 vjetorit të lindjes së tij dhe mblodhi së bashku figura të njohura të jetës letrare, akademike dhe publike. Saga e Gorës nuk është vetëm një projekt letrar mbi traditën. Në këtë vepër, historia, kujtesa dhe identiteti ndërthuren në mënyrë të ndjeshme dhe artistikisht të përpunuar. Libri është një trilogji që përmbledh 3 romane: Vajzat e mjegullës, Ditët e lakurëve të natës dhe Gora pa zoq. Të tre kanë një lidhje me njëri tjetrin. Lidhja e parë është se i kushtojnë të njëjtët të skrahin, por në kohë të ndryshme, në periudha të ndryshme, në vitet 50, në vitet 70 dhe në vitet 90. Secili roman mund të lexohet në mënyrë të pavarur, po ndërkohë të tre përbëjnë atë triptikun që i kushtohet Gorës, sagës së Gorës. Të pranishmit ndan mendime dhe reflektime mbi rëndësinë e veprës dhe kontributin e autorit në letërsinë shqiptare. Autori përmbahet premtimit të llojit, rrëfen në mënyrë epike, ka bazë historike të qartë, të mirë përcaktuar, duke këshilluar elementet realiste me elementet legjendare. Autori ka ditur të mbledh gjithë nektarin, gjithë shka që në rrethon. Namiku ka ditur ta ruaj, ta sjell si një botë tërësisht shpirtërore, me të gjitha rregullat e fshatit ku jetojmë ne shpirtërisht. Për shumë prej tyre, kjo veprimtari ishte edhe një mënyrë për të ndezur një zë të rëndësishëm të kulturës shqiptare. Në këtë përvjetor të 80 të lindjes së Namik Dokles, u festua jo vetëm krijimtaria e deritanishme, por edhe vazhdimësia e një zëri letrar që ka ditur të mbetet i gjallë, reflektues dhe thellësisht njerëzor në rrjedhën e kohës.